Mi mbrëma të dashur bashkëdhetar shqiptar, si çdo natë dhe sonte e mërkur, 4 data, flas para jush, para kombit tim, para shqiptarëve. Dashur shqiptar, erdhi koha e juaj dhe ne po bëjmë një të quajtur demonstratë në publik paqësor. Ju e shihni vetë në krahun e djathtë, shihni hartën e Shqipërisë, shihni flamur shqiptar, flamur amerikan, hartën e bashkimit me kufijin natyror. Të dashur shqiptar, thirrja ime është për gjithë shqiptarët kudo që ndodhen në botë, sidomos në Amerikë, në Evropë, Australi, Kanada, që janë të djegur për tokën e Shqipërisë. Kanë vite e vite, presën lirimin e tyre, po thuaj një shekull. 46 vjet me regjim komunist, 34 vjet me 2 parti anti-shqiptare, i ropën e shqiptarë, u marrë pasurit me i ligj 7501. I varfëruan shqiptarë duke vjedhur, nuk i lanë që të pinë dhe ujin e tyre që toka shqiptare është flori. Gjithë Shqipëria është me ujë, me naftë, benzinë, flori, krom, çfarë s'ka tokë e Shqipërisë. Po të dashur shqiptarë na kanë shfrytzuar. Ky është qëllimi im që kam erdhur në tokën e Shqiponjave prej 50 vjet i larguar nga vendi tim. Si mua, janë miliona njerëz. Miliona njerëz them për arsye mbas 90-s shqiptarët dual për të parë një jetë më të mirë, por doli e kundra. Lanë nënën në Shqipëri. Nënë e tyre që lanë 2 partit, ja pren dhe pensionin. I dhanë $80, tallje, që nuk i dalen as për dritat dhe as për ujë. Nuk i dalen që të lahet. Nëna pret e shkreta. Të gjitha nënat shqiptare janë veshur me zeza. Shtëpit u pikojnë. S'ka ndim. Në të kundrën, shumë shqiptarë u ka rrëzuar shtëpit qëllimisht. I heqën dhe zvarë. Policia me kokë ulur vete ka urdhër, por policia është vetë slav, sklev, sepse e paguajnë $600 në muaj. Arsimi ka ikur, qëllimisht, e paguajnë $80 në muaj, 100, shumë 200. Pra, shpresa e kombit, pension e ka të paktën $600 në muaj. Policia që është mbrojtje e kombit, që është simboli i Shqipërisë, Shqiponja, krenare, të paktën me 2 javë $1200. Ne kemi bërë me program, jo me fjalët që flasum, është programi real me 50 pika. Mësuesët fillojnë me $1000. Si pas diplomës, arrit deri në $2500 në muaj. Pensionistët kanë edhe ekstra, kur janë të vjetër dhe nuk kanë ndihmë, do të marrin tamam si ajo Visa o American Express, si e quani ju, do të jetë $150 vetëm për ushqime. Pse e bëjmë këtë? Sepse pensionistët kanë punuar tërë jetën si slev në për kooperativa, në për fermë, dhe sot marrën $80. Kurse anti-shqiptarët, gjambazët, vrasësit, që kanë coptuar tokën e Shqipërisë, duke shitur të huajve, e pat vetë para 2 jave, kush u erdhi, dhe hapën, sidomos kryeministri Edi Rama, një alfabet, një copë ignoranti, drogist, thot do hymë në Evropë.
Të dashur shqiptar, ne jemi në zemër të Evropës. Kemi qenë dhe jemi, Zoti na ka krijuar, ne jemi në mes të Evropës. A shikoni që kemi vërdallë. Ne jemi në zemër të Evropës. Evropa duhet vi ke ne. Po kjo luftë që do bëhet, që ka filluar, është e qëllimshme për të bërë Shqipërinë me kufi natyror. Me çdo vend do zjej këto ditë. Fillovi, po jo në tokën shqiptare. Disa pyesën, por ne nuk kemi ushtarë, nuk kemi armatimet se na i dogjen në 97-ën. I shitën këto dy parti për skrap, tanke, që i bën me djerës të burgosit, të intrenuar. Gjithë shqiptarët punonin si slev. I shitën. E naftën rezervë e shitën dhe sërbët për të luftuar, për të vrarë kosovarët, bosnjakët. Pra, erdhi koha shqiptarë. Erdhi koha. Ne s'kemi nevojë për ushtarë. Ne kemi Amerikën tonë të dashur. Edhe gjenerali që ka erdhur dije. Pra, çdo gjë do rregullohet. Ne s'kemi frikë për kujt-kujti. Sa kemi Amerikën me vete. Amerika është kudo në Sazan. Me çdo tokë të Shqipërisë. E në ajër, a i shini vetë. Sa helikoptera, avione kalojnë. Ato janë ushtarake. Mbrojnë kombin e Shqipërisë. Do zjerë luftë. Po u them shqiptarëve ta dinë, në luftën e dytë botërore, gjithë bota zeu Turqia syrin në luftë. E dini pse? Sepse ishte ushtria speciale amerikane. A here, kjo luftën që do tjetë për Evropën, Shqipëria nuk preket. Sepse është ushtria amerikane. Pra, këta jemi ne, në dim se gjëbejnë. Pse them është Amerika jonë, presidenti i parë amerikanë, shqiptarë, George Bush i shqiptar, nga fush kruja, nga kruja Skënderbeut. Pra të dashur shqiptar, e jani më 13 qershor, e jani të gëzuar, jo për revolt. Ne nuk jemi si këto dy partit që djegin, vrasin, edhe zjarë, i edhe në palatit zjarë, a here, kur këta ka një natë njëri me tjetrin, po se zvrasën njëri tjetrin të hanë kokën njëri me tjetrin, po që faj ka a i palati të digjet, që është bërë me djersën shqiptare, por e kam thënë, propagandën e hapin të lyshat e komunistave, që ne i bëm, ne t'i digëm, jo, është toka shqiptare. I bën të tjerët, do t'i gëzojnë shqiptarët. Pra të dashur shqiptar, çdo parrull që dëgjoni në për rrugët, nuk janë të vërteta. Këta të gjithë do arrestojnë këto ditë. Do arrestojnë këto ditë. Nuk kanë kuvend. E nëse kanë bërë planin e i dim, plani tyre është dështuar. Këta do arrestojnë të gjithë të dashur shqiptar, kjo është thirrja ime reale. Është thirrja për një fest madhështore, për të takuar nëna me nipin, për të bërë qeveri teknike normale, për të kthyer nga kryeministër me presidencin në Amerikë. Gjithë ajo Amerikë, 13 sekretar, do me thënë 13 ministra. Pra të dashur shqiptar, juftoj e ani në Skënderbeu. E ani para Skënderbeut që rri i menduar, sepse datë lindjen e tij nuk e festovi, e përsërit 1000 herë. Kurse datë lindjet e skriptuarave greke i ngrenë në tokën shqiptare. Të betohem para jush, atë ditë që bëhet me presidencë, nuk do të ketë më kryqje në përmale vend e pavend. Kisha do t'jenë të vjetra atje ku ndodhen të dashur bashkëdhetar shqiptar. Pra, nëse je njeri, po t'jam grek, si Vangjeli me shok, iki kur të doj. Kjo është toka e Shqiponja. Ne u kemi dhënë bukë, ne u kemi dhënë toka. Edhe disa, një numër i vogël më të thotë që jam grek, po të gjithë janë shqiptar. Është tokë e Shqiponjave,
janë shqiptarë. Kjo pra të dashur bashkëdhetar, u presëm 13 qershor, është dita e festimit, dita e gëzimit. Unë i paralajmëroj të gjithë kosovarët të jenë në fush para Skënderbeut, ata luftëtarë. Unë i njoftoj të gjithë Maqedonin, Aleksandri të jenë këtu, Malizi dhe Çamërinë tonë të bukurët e marrë. Natën e mirë u pafshim nesër, të dashur bashkëdhetar, nesër mbrëmje. Natën e mirë e gjumën e ëndër. Rrini të qetë shqiptar.